Në parë, ne nuk e etiketojmë dosjet me emër tim apo në SPAK procedimin penal nga numër, datë dhe vit. Nuk dua përsëri që të ndalem të çështje konkrete dhe as edhe po të doja, është një çështje që është në hetim, por ajo që unë ju garantoj është që nuk mund të ndodh në prokurorinë e posaçme që të ketë një provë në një dosje, për çfarë do dosje, dhe ajo provë të lihet aty në gjumë apo të mos reagohet. Ndonjëherë tjetër gjë është një dosje të caktuar, tjetër gjë mund të thuhet, mund të flitet, po këto nuk janë element prove. Këto janë hamendësime, opinione. Sigurisht në një moment caktuar përfundojnë hetimet dhe aty është momenti pastaj që institucioni mund të bëjë transparencë më shumë për një hetim të caktuar. Përmendet Pegrata apo komente politike, nuk i komentojmë komentet politike, të asnjë palë dhe të asnjë personi. E kemi treguar me çështjet e mëparshme dhe çështjet që kemi në zhvillim që për SPAK-un janë gjithë barabartë para ligjit. Ajo çfarë ne kuptojmë nga deklarimi i kreut të SPAK, Klodian Brau, është fakti që për sa kohë për një, le të themi, individ dhe politik në këtë rast do të ketë të dhëna hetimore, të cilat mund të shërbejnë kësaj dosje, këtij hetimi, dosja nuk mund të rrihet fjetur kurse si. Ky është pretendimi i krye prokurorit. Tani, presim të kemi ndonjë transparencë, Karanja, për sa i përket se kush mund të jenë zyrtarët në Aruba. Ju keni qenë prokuror, ju e dini mirë se çfarë do të thotë sekreti hetimor për sa kohë një çështje është në hetim, a mundet që në këtë rast emrat e politikanëve, zyrtarëve të mund të bëhen publik? Këtë lutem që të ma ezauroni ju. Duke qenë se çështja është në hetim paraprak, emra nuk mund të bëhen publik sepse janë nën hetim. Janë persona nën hetim dhe sipas në 179 kodit procedurës penale, çështja është 279, çështja është sekret hetimor. Sepse duhen mbledh provat në lidhje me ata persona që e dinë vetë. Por tash duke pas parasysh se dëmtohen hetimet në moment që publikohen dhënat, dëmtohen dhe provat. Dhe e kthen çështje politike dhe kjo mund shërbej nesër pas nesër që pse jo të kërkojnë dhe azil politik. Prandaj diskutimet që ka parë në media, që kemi parë në media, diskutohen, janë përmendur emra politikanësh. Ka rrjedhur në media që është një i shkurtër që ka qenë aty. Nga që është i shkurtër se kanë kap dhe mirë fotot. Po ka qenë i shkurtër sepse se kanë kap fotot, se kur është i gjatë kap fotot. Ai ka qenë i shkurtër, është mçef mrapa tavolinës se kanë kap fotot. Po gjatë kur je i gjatë nuk mund të mçifesh. Atë të shkurtërin flitet. Po duan ta fshehin vet ata? Shkurtën Xhuxhi është mçef, ja. Është punë e fotove. Fotot është këtu diskutohet, jo, Xhuxhi flas se është shkurtër që është mçef nga fotot. Nuk është punë diskriminimi, është punë varet se si të ka fotot. Po mund të jesh edhe i gjatë, mund të jesh edhe i gjatë dhe të bësh Xhuxhin. Po ndore kam po ulje. Tani un kam mund të futesh poshtë tavolinës. Un kam një reagim faktikisht në emër të këtij emisioni dhe si moderator emisionin e kaluar. Avokati Arben Langozi, sigurisht në përgjegjësinë e tij të plot logjike dhe juridike, vendosi të bëj, le të themi, publik dy emra që sipas tij janë dy zyrtarë të cilët mund të kenë qenë pjesë e takimit në Aruba, bëhet fjalë për Damian Gjiknurin dhe Engjëll Agaçin, të paktën kështu pretendon avokati. Sigurisht, duke qenë se kjo ishte një deklaratë e cila përmend emra dhe SPAK nuk i ka nxjerr, pati një reagim publik edhe nga ana e zotit Damian Gjiknuri, i cili sigurisht përballjen në këtë aspekt e ka me avokatin Langozi, sigurisht të dy janë në përgjegjësi të plot logjike dhe juridike për të vepruar për atë se çfarë ata mund të gjejnë tek njëri tjetri, por këtë është çështje që ju takon, sigurisht jemi hapësirë mediatike, jemi emision, në këtë emision mund të dalin edhe nga të ftuarit, të cilët edhe një herë e them në zotësi plot për të vepruar dhe për të logjikuar dhe duke njohur ligjin mund të bëjnë publike edhe emrat, referuar burimeve të tyre, është përgjegjësi individuale për të thënë këto, kështu që un kam për detyrë që të sqaroj që në këtë emision këto deklarata mund të dalin për politikan, për zyrtar, për këdo tjetër, por kurse si nuk mund të jetë një gjyq publik që i bëhet dikujt, për sa kohë këtu ekziston
fuqishëm prezumimi i pafajësisë, edhe një person i cili merret në hetim të mirëfillt, edhe në rast se një politikani mund të dali emri në një dosje si i përfshirë në një aferë korruptive apo diku tjetër, deri në fund të hetimit personi prezumohet i pafajshëm. Çka do të thotë në çdo lloj rasti, do të jetë gjykata ajo e cila do të vendos mbi fajësinë apo pafajësinë e një personi publik, juridik apo qoftë edhe zyrtari, funksionari të lartë shtetëror. Kështu që e kisha me rëndësi për ta bërë këtë sqarim. Pasi sigurisht, këto janë çështje delikate, për sa kohë edhe Spaku po përpiqet të ruajë, le të themi, këtë sekretin hetimor për cilin dhe Karanja po flisët, cilin ndjes që të ndërpreva Karanja, bëhet kisha të nevojshme. Megjithatë, informacione ka. Informacione dalin, siç ju mund të zotëroni informacioni që është një person i shkurtër, në gjatësi mund të jetë një person i gjatë. Po, Damiani është i gjatë. Edhe një person i cili mund të jetë i gjatë, po të jetë bërë i shkurtër duke ulur kokën apo kurrizin apo mund të mqivet poshtë tavolinës ose mund t'i japi karrikës poshtë që tulet që duhet ashtu. Po nga madhësia e kokës dhe nga të dhënat morfologjike shikohet që mund të jetë i gjatë dhe është maskuar si i shkurtër. Pra është hetimi që do ta seroj, prandaj dhe ne presim organet e hetimit sa do i presim. Bazohet te akti i ekspertimit gjithmonë dhe ne akti i fotove do shikohet nga madhësia dhe dhënat që bën ekspertit dhe thotë që pavarësisht se ky është ulur poshtë, koka e tij dhe dhënat korrespondojnë që mund të jetë me këtë distancë, mund të jetë ky person se kanë dhënat që i bën ekspertin me krahasim. Sa do presim për këto që ju thoni Karanja? Domethënë, ku mund të jetë momenti që ne të mësojmë se kush janë zyrtarët e përfshirë në takimin e Arubës, sepse është zyrtare, e thot Spaku në hetimin e vet, që janë takuar Artur Shehu, Vëzit Osmani, një sër personash të tjerë me mbiemrin Rama, Ardian Rama kanë që mos t'i harrojmë tani se ne janë bërë dhe shumë emra faktikisht, janë shumë dosje, kështu që na falni ndonjë lapsus tek emra, shpresoj mos të cënojmë dikë. Dërta thotë që janë edhe zyrtar publik. Po, shtator 2026, mars 2027. Shtator 2026, mars 2027? Çfarë është kjo? Do bëhet flaka. Do filloj flaka. Çfarë ke kujt? Fire. Po ku e di unë? Do bëhet. A kërkove datë? Kjo periudhë do të jetë periudha më e bukur e ngjarjeve. E Spakut. E ti me vetë Spakut flasim. Shiko tani, kur këta kanë filluar dhe se mora edhe se rregullojmë, e këtu jemi, rregullojmë. Kuptojmë diçka. Çka ka ndodhur në Aruba, çka ka qenë ky takimi se ne, domethënë, çfarë është vendosur, unë se di fare, kush është takuar, mos e di, as e di. Pra çka ka ndodhur dhe pra ne këtë transparencë ky është transparenca. Në momentin që t'ia sqarojmë dhe publikut çka ka ndodhur aty. Si janë datë troje territorit, pra çfarë pretendon? Nga Shqipëria më vëlla, është shumë e thjeshtë kjo, më është nga Shqipëria. Si do ta ketë një bankë? Zhdima, më rri pak tek shtator 2026, mars 2027. Shtator 2026, mars 2027, kemi të bëjmë me paraqitjen e zotit Brau si kryeprokuror me aksione që ai do veprojë. Dhe aksioni që ai do bëj sipas porosive ndërkombëtare është që nga krimi organizuar, edhe një herë, do të faqen politikan në dosje të ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Kjo nuk tregon që zoti Brau po bën mirë punën e tij apo detyrën e tij, po kjo tregon që shtetet e huaj që kanë investuar në Shqipëri për reformë në drejtësi, po shëbaja është, po shëbaja të themi. Mirë, okay. Tani është drejta jote të flasësh. Okej. Tani po dhe kanë kërkuar të zbatohet politika e shtetit tyre që bandat kriminale që kanë bërë aeng në vendet e tyre të merrin ndëshkimin e tyre përmes Spakut që është krijesë e tyre. Pra do të thotë që ata që kanë investuar biznesmen tek pushteti Edi Ramës kanë dalë lakurish, janë zhveshur nga imuniteti dhe pikrisht ju do të shikoni që nga muaj shtator në vazhdim pushteti ekonomik dhe segmenti që përfshin pushtetin ekonomik këta të cilët kanë bërë legalizuar lekët e tyre në Shqipëri përmes dosjeve të tyre të rënda, do të kenë një përplasje shumë të fortë. Dhe më të fortë se sa ka pasur përplasje këto tre pushtete ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësori. Pra, jemi në një situatë shumë anormale dhe kam frikë që në muajin shtator deri në mars, përveç aksionit të Spakut, do kemi edhe një tronditje në aspektin ekonomik, sepse kur ty prokuroria e posaçme po të futet
në 2 hetime paralele. Te segmenti i PPP-ve, SHPK-ve bën një SHPK dhe merr një PPP dhe zhvillimi ekonomik do të jetë një tronditje e rëndë për shkak se investitorët do të tremben këta shqiptar dhe ata të cilët pretendojnë që të vinë të huaj. Dhe kriza që ka ndodhur përmes aeroportit të Vlorës, përmes Air Albania, që kemi dështime totale të kësaj qeveria, porti i Durrësit, Porto Romano mos gaboj. Të gjitha këto janë përplase, janë në përplase dhe janë gjëra të cilët në raport me tregun ndërkombëtar do godasin ekonominë e vendit. Dhe mos harroni një fakt tjetër që është shumë i rëndësishëm që duhet ta themi, Shqipëria vjen nga goditje pas goditje, 2019 tërmeti dhe 2020 pandemia. Pra, për shkak të këtyre tronditjeve, ekonomia jonë nuk është futur ende në atë që ne themi në rikuperim apo në mbulimin e disa plagave të cilë ishin hapur në mënyrë të papritur. Dhe tani kemi të bëjmë me një plag. Parat për tërmetin u morën, parat për pandeminë u morën. Jo, parat erdhën. A, ku shkuan pastaj? Sigurisht erdhën. Dëgjoj. Pra, të gjitha këto, gjëra të paparashikueshme, ne kemi plag në ekonominë e vendit. Dhe këto plagët duhet patjetër të kurohen nga dikush. Në kjo qeveri nuk i ka kuruar. Dhe tani vjen një plag tjetër, që është spaku, që don të marri për shembull të bëjnë namin që ne u morë me pushtetin, me këta pushtetarët, mbaruam se s'kan këtë vend, vetëm Edi Ramën të fusin në burg, është e vetmja gjë që ka ngelur. Dhe tani këta o do merren me krimin organizuar, që dhe aty do dështojnë prapë mbaj me këtë, por nga krimi organizuar këta do shpikitin artific me këta xhuxhat edhe këta të gjatë si janë këto, nuk e di se edhe do ta shikojmë nga akti i ekspertimit dhe do të futen dhe do të bëjnë masakrën. Dhe te kjo masakër kush do dëmtohet më zotri? Ai biznesmen i cili ka djersën e tij, ka punuar me ndershmëri në këtë vend, që ka mbledhur lek, mund të ketë fituar edhe po ai ka fituar lek me nder. Do të bëj një pyetje, më lër të bëj një pyetje sepse do ta bëj diskutim. Çfarë ndodh? Fakti real është ky. Që ta ka pranuar dhe vetë kreu i SPAK sepse ata njerëz datje kanë akses në aq shumë dokumentacion, në aq shumë hapësira, saqë ty dhe mua nuk na i merr mendja. Pra, çfarë do thotë? Ata kanë bërë një vlerësim dhe të gjendjes ekonomike të Shqipërisë, duke thënë që parat të cilat janë gjeneruar, janë prodhuar nga trafiku dhe nga krimi, nga grupet kriminale, të cilat janë injektuar në ekonominë shqiptare nëpërmjet sektorit të ndërtimit, janë një plagë e rëndë, e cila dëmton dhe themi ekonominë shqiptare. Tani çfarë ndodh? Në këto kushte, ty të janë rritur çmimet, qoftë edhe në mënyrë artificiale e para. Jam dakord për këtë. Dakord jam. Tani, nëse SPAK sipas asaj që ju thoni, nga shtatori deri në mars, ne përvendosëm një limit kohor, po unë do doja kur mos kishte limite kohore, por ndodh që është një val goditjesh. Do godasi grupe të ndryshme, mund gjej politikan, mund gjej biznesmen të cilët janë të përlidhur me grupet e trafikut të drogës dhe që kanë ndërtuar dhe le të themi ekonomia mund të kolapsohet. Pra të bjerë. Kush e ndihmon ekonominë që të shmangë? Tani çfarë ndodh? Do duhet ta bëjmë këto operacione apo do duhet të vuajmë me çmime të larta? Mos më këto më thuaj. Edhe një herë do të kesh parasysh. Se thuaj që do bëj një lloj masakre që do dëmtojë biznesmenin i ndershëm. Valla kush do duhet ai që do dëmtojë është biznesi i ndershëm. Po pse? Pse? Sepse ai i cili ka filluar dhe ka punuar me hile, ai i ka mbledh lekët dhe i ka zhduk lekët. Se sekuestroi ti e konfiskoi skukut, ti marr. Kokër. Tani dëgjoj tani kush është porosimi. Dëgjoj tani, po le tani këto janë pralla. Dëgjoj pak të them diçka. Tani këtu kemi një problem dhe ky është problemi, që ky është krimi më i madh që do t'i bëhet vendit. Prandaj duhet ne të jemi serioz me këtë gjë. Mos ta godasim. Një sekond. Ta godas, por nga ana tjetër pushteti duhet marrë masa për të ndihmuar atë biznesmenin që ka punuar me mënyrë të ndershëm, duke fuqizuar në kuptimin monetar dhe mbrojtjen e tij që mos të vi dhe mos të bëhet viktim e një sistemi që vetë ka ngritur pushteti. Po kur do të shkoj ky pushteti i cili është ngritur me themelet e krimit të shkojë dhe të thotë, më fal, unë do bëhem Merkel e Gjermanisë dhe do them, më falni ju që erdhi pandemia dhe ne nuk kërkojmë ndjesë dhe u japim asistencë
eksistenca, nuk ndodh kur, pra një pushtet i cili nuk ka menduar për popullin e vet, do të mundoj tani për një biznesmen të ndershëm? Jo. Prandaj them ky nuk është fare drejtësisë të goditja. Jo, nuk është fare drejtësisë. Drejtësia duhet të vazhdoj godas. Pushteti, më dëgjoj mua. Politikat ekonomike le t'i bëj pushteti. Pushteti legjislativ mund të jemi aty të ndarja e pushteteve, por është pushteti më i fortë sepse normon pikërisht ligjet. Si në demokraci, ashtu edhe në çdo regjim. Pa parlament nuk ekziston asnjë regjim. Pra do të thotë pushteti më i madh kush është? Pushteti legjislativ. Përmes ligjeve duhet t'i japësh mundësi atit i cili po futet tani në lojë e këtyre të paaftët këtu. Këtu çfarë nuk mund të ndodhë, sigurisht, nëse SPAK do vazhdoj goditjet edhe për të goditur grupet kriminale, të cilat janë përfshirë siç ndodhi në 2 dosje të fundit në historinë e ndërtimit, në projekte të mëdha masive, sigurisht goditja mund të ketë, por kam përshtypjen që drejtësia do duhet bëj punën e vet pavarur, pastaj politikat ekonomike, monetare janë të tjera histori. Një tjetër moment Karanja është fakti që foli edhe për çështjen e zonjës Balluku, Klodian Brau, pra kreu i SPAK, i cili tha që pritet ketë edhe një vendimarrje nga ana e kësaj prokurorie, ana e këtij organi, sepse hetimet kanë ecur. Jemi përballë një kërkese të dytë, e vlerëson kështu nga pikpamja juridike, kur thotë do kemi një vendimarrje? Zoti Brau thotë që hetimet kanë ecur. Çka tregon që janë kryer veprime hetimore. Janë pyetur dëshmitarë, janë verifikuar të gjitha ata episode që flitet për akuzë për cilin është. Në djenin zyrtare, SPAK-u ka thënë që kemi shtuar edhe një akuzë tjetër për korrupsion për një vilë të ndodhur në zonën e Dërmiut. Pra kjo është edhe për pastrim parash faktikisht. Po, kjo është e para. Korrupsioni dhe del te pastrimi i parave. Pra tjetërsimi i parave është te pastrimi i parave. Por unë theksoj që pastrimi i parave është një vepër sekondare. Pra qëllimi i pastrimit parave dhe konventa evropiane që është miratuar nga Parlamenti shqiptar në 2000, pastrimin e parave qëllimi është konfiskimi. Pra ky është qëllimi. Neve po na rezulton që në Shqipëri arrestohesh për pastrim parash, vetëm në Shqipëri ndodh kjo punë. Sepse qëllimi është këto, sepse vepra penale e pastrimit parave dhe konventa për parandalimin e pastrimit të parave dhe depistimin, se ka disa terminologji të përdora, ka qëllim parandalues që këto para dhe pronat të kalojnë në favor shtetit. Këta me vepra penale të pastrimit parave fusin persona mburë dhe për menimin tim. Në rast se vepra penale e pastrimit parave ose neni 287 i kodit penal nuk shoqërohet me vepër tjetër, atëherë duhet kemi kujdes me masat e sigurimit. Pra kur personi, biznesmeni apo kushdo qoftë, nuk është trafikant droge, nuk përfaqëson, domethënë në këtë lidhje, thjesht mund të ketë pa në një transakcion, atëherë mund të hetohet gjyqëtari. Qëllimi është që këto para që vijnë nga veprimtaria e palishme, nga korrupsioni, nga droga, nga trafiku i armëve, të konfiskohen dhe të kalojnë në favor të shtetit. Por duhet jemi shumë kujdesshëm me provat. Pse e thash që e tha dhe Zhdima më parë? Ore, çka ka ndodhur në Aruba? Takimi në Aruba është apo jo vepër penale? Është diskutuar për trafiqe drogës, është diskutuar për investime. Se diskutimi në investime në vetvete nuk është vepër penale. Po ku është vepra penale? Lekët nga vinë, nëse lekët pra duhet verifikohen parat, duhet verifikohet vepra mend dhe nga vepra mend dalesh tek që këto para na djuar Zhdima ai takim, sepse këtë duhet kuptojmë. Në rast se në rast aty ekziston vetëm një foto, qandi është takuar, aty janë bërë dhe është përgjim, ka përgjim aty, ka kështu mikrofon poshtë tavolinës aty. Teknika operative besoj se do ketë, por këto duhet të bëhen transparente në fund. Por thash, duhet jemi të kujdesshëm, duhen vetëm prova. Ne jemi organ ndjekjes penale ose organi ndjekjes penale duhet jetë vetëm me prova dhe jo me përgjime dhe dhëna shërbimesh. Po ta e diskutuam dhe herës që shkoj, kongresmeni amerikan, një kongresmen amerikan, i kërkoi shërbimeve informative. Pra kur i drejtohet shërbimeve informative, ato kanë dhëna, por nuk përdoren si prova. Por ato e kanë dhënë si shtet që ky person ka këtë burim risku, por ta dënosh, ta deklarosh fajtor dhe dënosh një person vetëm me këto informacione duhet parë mënyrë e burimit provës. Po bëj hetim tjetër mbi bazën atyre dhënave. Po është hetim, po hetim të mirëfillt. Po gjej provën. Duhet gjesh provën se vetëm me këto dhëna operative që quhen, këto sepse kodi procedurës penale është i qartë. Në një rast aty mund të ketë qenë një agent DEA amerikane, përgjimin po themi është bërë nga DEA amerikane. Në qoftë se ne kemi rastin e dosjes Black Eagle, e cila është bërë nga Belgjika. Tash këto janë hetime të mirëfillta. Atëherë kur është vendimi i gjykatës që ka autorizuar vëzhgimin dhe përgjimin, ne duhet të kemi mjetet e kërkimit provës të jenë sipas kodit procedurës penale të Republikës së Shqipërisë, sepse
Prova duhet marrë sipas ligjit. O Vil, mua nuk më shqetëson kjo, më fal se po them se ne kemi edhe konfidenca tani me njëri Po tjetrin. s'ka problem, neve diskutojmë. E kam për publikun të fiksojnë emrat. Karanxha. Shiko, nuk është problemi në këtë histori, sepse ne të dy tani nuk kemi akses tek dosja për të parë nëse ka një vendim gjykate i cili autorizon përgjimin e tjera me radhë. Se supozon që këto mund të jenë. Mua më intereson produkti final, çka do të thotë marrja e provës dhe lidhja e provës me veprën penale që ju keni kryer si zyrtar publik dhe që unë mund të deklaroj fajtor ty për pastrim parash dhe lidhje me bandat apo grupet kriminale. Atëherë, pyetja juaj është saktë dhe përgjigja është e tillë. Duhet provosh që trafiku i drogës konkretisht, to 100 kg, 200, 500 janë futur në Spanjë, janë futur në Hollandë dhe pikërisht këto para kalojnë nëpërmjet bankës ose punimeve të tjera dhe janë këtu. Thjesht blerja e shtëpisë, sepse edhe një trafikant do ta blejë shtëpisë, do rri për jashtë. O këta kishin blerë shtëpi për të fshirur parat. E ke në dosje, kam blerë shtëpi për të futur parat e murit. Për me ble, po ku janë parat e murit? Se s'kemi të si, neve s'mund të ecim, kemi gjuhë që janë futur parat, janë qefur, por duhet kemi parat si provë materiale. Për shembull ka qenë një grup grabitësh që i kishin fut parat në tenxhere. Pra i kishin fut parat në tenxhere, dhe kishin tenxhere si provë. Grabitja e rina si të ka qenë. Pra ne kishim tenxhere si provë. Por ti ku i kemi tenxhere këtu? Janë gjithë brenda parat, tenxheret e presionit. Në tenxheret e presionit, disa ishin mëdhaja, disa ishin vogla, por ne kishim tenxhere si provë. Sa jo nuk futuja jo. Prandaj s'futuj, po jo seriozisht, është gjetje kriminale. E kishin fut, të futesh parat në tenxhere s'është vepër. Në tenxhere presioni është mendim kriminal për të ruajtur paranë. Mendim për më shkruar, por këtu e lidh. Prandaj ti duhet lidhë që pikërisht këtu parë janë këtu, sepse këtu është vështirësia e kësaj vepre dhe njerëzit e tonë gjën e lirë, sepse ne nuk mund të synojmë biznes, sepse qëllimi kush është? Personi që është marrë me drogë, ju kapën parat, u kapën shumë vonë, konfiskim favor shtetit. Po investitorët e lishëm, ata që kanë ble, që janë bokum, nëse ne synojmë biznesin, prandaj fola unë për masa të cilët duhet të jenë masa. Prandaj edhe masat proporcionale dhe masat smart duhet të godasim aty ku kemi prova të çdo dyshimi të arsyeshëm që këto para vijnë nga droga, por nuk duhet të cënojmë investitorët e lishëm. Çfarë ata të lishëm? Ata që kanë para, me djersën e barë kanë punu 35 vjet e kanë blerë shtëpinë. S'mund t'ja shkojmë në shtëpinë këtyre ne. Ata po ta kanë marrë tani jo se më erdhi pak në dorë. Unë do lexoj diçka këtu nga reagimi i Spakut. Më mbro pak Spakun. Jo, oponent s'ka. Jo, një sekond tani. Është oponent. Kur ka ra euro? Kur ka ra? Ka këtu e disa vite që ka ra euro. Të them vitet? Ato ti them. Ku e kupton këta? Që ka ra euro. Të them vitet. Po prandaj po të rënia e parë ka ardhur në vitin 2019. Po. Domethënë që shkoi nga 140 që ishte diku në vitin 2014, shkoi diku te 120 diku nga pritani. Kurse në vitin 2022 filloi rënia masive, drastike. 2020. Hajde çuna futeni brenda, hajdeni. Merë dogana edhe futuni pa deklarim. Çfarë fut brenda? Çfarë fut brenda? Po çfarë fut brenda? Ja gjej çfarë fut. Prandaj dëgjoj tani. Fut drog, para. Po çdo gjë të palishme më vëlla që të por normale më që të goditet më euro zotri. Euro është në bursën ndërkombëtare zotri, e kupton? Dhe leku çe ka më i fortë se euro. Jemi të fort fare më vëlla. E kupton çfarë do të thotë? Leku nuk futet në asnjë bursë ndërkombëtare. Euro futet në bursa ndërkombëtare dhe ne që kemi më të fortë me lekun. Pra këtu çka ka ndodhur? Kush e ka fajin këtu? Mira euro në 2019 që thua ti. Po këta ku ishin? Erdhën 2020-ën. 2018-2019 mbas sezonit të 2 vjeçar të dyshuar për kultivimin e kanabis. Edhe një herë po të them zotri, duhet të kesh parasysh diçka. Ti duhet kuptosh qartas urdhro ku e ke. Urdhro. Duhet kuptosh qartazi. Atëherë ja 2019 ka goditjen që të thash më të madhe, ka një rritje të lehtë në 2020. Pse duhet të bie euro? Shkoa e Covid ajo që mua. Pse? Kurse në 2022 fillon rënia e parë, 2023 mbrapa pas e ka marrë rrugën. Tani si më vlla euro tani do e kupton tani ku jemi. 93 tani është me 93 pikë pak. Mirë, po pse? Kush e ka bërë këtë gabim? Politikat monetare, Banka e Shqipërisë një, politikat financiare, Ministria e Financave, pa pushteti e Edi Ramës, mirë, dhe 2, drejtësia e cila duhet të jepet, dhe ai më thot mua, ne po luftojmë krimin organizuar, sepse derisa goditemi ne nga të gjithë ju,
Pra do thotë ne kemi bërë punën e mirë. Qa punë e mirë ke bërë, më shiko aty shifrën aty tani ti. Pa e kanë alerat me këta të lutëm shumë. Banka e Shqipërisë disa herë çfarë ka bërë? Ka blerë euro. Po pse? Po prej pra më lër ta shpjegoj. Ka blerë euro dhe është përpjekur të injektoj para në lek. Pra jo para, ndje se paraja është euro. Po është përpjekur të injektoj lek. Kjo nuk është flusk. Unë kam përshtypjen që ndoshta masiviteti i parave në euro, në monedhën euro, është shumë i madh, saqë çfarë do blej dhe Banka e Shqipërisë, sa do blej? Po sa? Kjo më shqetëson. Po çka ka ndodhur kjo? Se lësho doganat, lësho policinë, mos bëhet tim. Kjo është realiteti. Më kupton tani çfarë po them? Kjo situatë. Po çfarë është zotri? Kjo kërkon politika të rënda, masa të rënda financiare për vendin tonë. Si do ta përballojmë ne si popull këtë gjë më? Nëpërmjet pushtetit është bërë kjo 4 urë këtë këtu. Dhe pastaj themi ne që spaku nuk punon. Po, nuk punon dhe nuk është se kritikohet se ka punuar. Kritikohet për shkak se ka lëshuar penjë dhe ka qenë ushtari i partisë. Të bëj një pyetje. Po jo tani. Më lër të bëj një pyetje dhe një ta pyet edhe për ju Karanja. Se ne jetojmë këtu edhe nuk kemi mundësi të bëjmë gjëra. Prokurorëve të SPAK ju kanë mbetur edhe 2 vite e gjysmë mandat nga mandati i tyre 9 vjeçar. Çfarë do thotë? Janë emëruar në dhjetor të vitit 2019 dhe u përfundon në dhjetor të vitit 2028. Jemi në 2026, pra praktikisht është 2027 dhe 2028 dhe gjysma e vitit 2026. 2 vite e gjysmë, çfarë do të thotë? Dhe në këto momente që flasim politika në sakt, kuvendi nuk ka pasur një mendim ligji apo të bëjë ndonjë ndryshim që mund t'ju japi prokurorëve të SPAK të drejtën për të rikandiduar për një mandat të dytë. Pritani, nuk duhet. A mundet, po të bëj një pyetje që ndoshta logjikës suaj vjen për shtat, por unë po e bëj për logjikë dhe temi pak më të gjerë, kuptojmë pak më shumë. A mundet se duke po flisim për transparencën, po flisim për zyrtarët e Arubës, emrat nuk kanë dalë, apo mbahen sekret për shkak të ligjit? Prit. Tani, a mos ndoshta SPAK mund të bëjmë ndonjë marrëveshje të heshtur të fshet për mos goditjen e figurave të ndryshme politike me qëllim që kuvendi të jetë më reflektues dhe të japi mundësinë e një mandati të dytë? Pyetja është pak e rëndë, por e bukur si pyetje, por në rast se marrim si referencë kodin e procedurës penale dhe konvertojnë në kodin e procedurës politike, sigurisht që pse jo mos të bëhet një ndryshim i tillë. Pse i nderuar? Pse ti ke pa për herë të parë që këta kanë qenë gjithmonë në do thosha në mbështetje dhe në përkrahje dhe në aleancë me politikën shqiptare. Po këta pikërisht vinë nga politika shqiptare, nga vinë këta. Ju mendon se vinë nga Amerika apo nga bota e huaj? Ligjet ndërtimet e strukturave pushteti legjistativi bën, apo kuvendi bën. Po ne flasim për pavarësi. Është ndryshim i emrit nga krimet e rënda SPAK. E para kjo. Të gjithë këta që ke sot në SPAK kanë ardhur nga plepat një, pra nga korrupsioni i parë dhe i ke këtu të pastruar me thënjza, sepse nuk janë të pastruar. E treta, përsa i përket zgjatjes së mandateve, vetë mënyra se si nisi kjo reformë skandaloze, thot mandati tyre është 9 vjeçar dhe nuk mund të rinorvohet as për atë, as për kryetarin e SPAK-ut, për shkak se në një relacion thuhet qartazi që kjo gjë nuk mund të shërbehet për shkak se ai do ta bëjë aty parcelizim karrike. Më kupton? Pra duhet figura të reja të qarkullojnë nëpërmjet prokurorëve. Pra do jetë e pamundur kjo. Në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me filozofinë e tyre fillestare futën në lojën që kjo duhet të zgjasë mandatën e këtyre, unë mendoj se do t'i bëjnë nder Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, ashtu siç ja kanë bërë nderin Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Dhe nga ana tjetër ju duhet kuptoni që Edi Rama nuk do një SPAK më të fuqizuar, sepse punën e kryu. Pse? Altin Dumani procedoi të gjithë të opozitës, Sali Berishën, Ilir Metën, Ilir Beqajin, këto si quhet ky tjetër Erion Velie. Kemi foto të krerët e SPAK regjia mbrapa. E ndihmoi Edi Ramën. Pra Edi Rama nuk ka më nevojë të fusi më të tjerë sepse s'ka këtë fusi nga opozita. Pra është shumë mirë Rama në këtë drejtim. Tani, në ase Rama do të bëj një përpjekje të thotë që shikoj ju ishit asat më të mëdhej me një garanci që nga konflikti dhe përplasja midis 3 kryetarëve të SPAK-ut që kemi pasur, kush nga këta do të lej shenjën më të mirë në aspektin e rëndësisë procedimit, mendoj se zoti Brau në mes të muajit, pra në mes të mandatit të është 3 vjeçar, pra duhet një vit e sa, brenda një vit e sa, mendoj se ai do t'japi shenja në rast se do të arrijë tek përplasja e fundit që përfshin dhe Edi Ramën. Duhet keni parasysh që kjo
mënyrë se që Klasja spaku. fundit që përfshin Tirana? Po, sepse këtu po përplasen pushtetet, e kam thënë do të Okej, që ekonomik, legjislativ, të drejtësi. gjithë këta po përplasen me njëri tjetri dhe tani këtu do përplasen edhe këta të tre që janë po aty brenda, sepse këta të tre aty brenda, zoti Dumani mund të bëhet antar i gjykatës kushtetuese, mund të bëhet edhe deputeti i Partisë Socialiste. Mos harro këtë lajm. Unë po shnoj bashkënime, zhdima se ti di që unë bashkënime. Zoti Kraja mund të bëhet edhe presidenti i Partisë Socialiste, sepse me kaq shumë dashuri kanë ndihmuar zotin Ramën dhe Partinë Socialiste. Pra, këto figura të cilët kanë marrë një rol të rëndësishëm dhe janë fillimisht përqafuar nga socialistët dhe komunistët, pse? Sepse arritën diçka që komunistët urrejnë. Çfarë komunistët urrejnë? Sali Berishën, që thonë, pse Sali Berisha? Po këta arritën përmes procedimit, por këta nuk janë të pavarur aty brenda, janë pikërisht në varësi të manualit të asaj kohe, sepse kanë treguar në mënyrat e tyre se si procedojnë. Pra, e ndihmuan Ramën, e ndihmuan PS-n dhe këta të kërkosh arrestimin e Ballukut, është ndihmes për Ramën ta bëj pyetjen kështu? Po tani megjithëse Do seriozisht e kam pyetur, ndihma që ka dhënë Altin Dumani Ramës për zhdukjen e Belinda Ballukus nga konta e tij, çfarë mendon ti më zotëri është? Mendon se Altin Dumani bëri diçka pa linjën e Edi Ramës? Pa mundur. Kërkesa për arrestimin e Ballukut i thoni është ndihmes për Ramën? Po, për Ramën është zotëri. Pse nuk e vaj kur ishte Po ndihmes pse për më Ramën? ti atë zëvendës kryeministri zotin Ahmetajn që direkt e mori autorizimin pa shkuar në kuvent? Lera Ahmeta se tjetër historia Ahmeta. Jo, a ka qenë të dy zëvendës kryeministër? Po. Rama kur mbaro punë vlla, është si puna e politike se jemi s'ken krimi. Puna është e Enverit, në gjë, them diçka. Puna e Enverit si ka qenë puna e Enverit, në gjë mua puna e Enverit. Ky është manuali. Ishte Beqir Balluku, shërbëtori i regjimit, më i miri, më i fortë kështu të kohën e regjimit, po. Ç'a bëri? E përdori, në fund fare ç'a tha? E tha tradhtarin e partisë, po. A e flaku, po. Kështu ndodhi edhe me Belindën. Pra prokuroria Dumani në ndihmë të Edi Ramës. Tjetër, një sekond. Kiço Ngjela, a ka qenë personi që ka qenë me regjimin? Po, ç'a bën regjimi? E mori, mbaroi punën, flaki dhe i njëjti ose në njëjta mënyrë linje vazhdoni nderuar. Ç'a do sjellin më shumë këta ku janë pjesë e sistemit dhe pjesë e partisë? Më thuaj, ç'a ndryshim do të bën kësa kontradita gjatë emisionit i muaj që më kënaq sepse nisi do bën goditje nga shtatori deri në mars, pastaj dhe do ta shikoni sepse vetë do haj njëri tjetrin dhe shëndet kemi këtu t'i shikojmë. Kush janë këto persona se e the vet? Tani ta gjeni ju. Do jenë këto persona që theti apo janë të listës vjetër, siç ndodhi atëherë që janë ato grupit puçist. Pra kush janë puçistët? Ka pra me grup puçist thua që goditën. Është janë puçist si brendshëm. Të brendshëm janë, të brendshëm i kanë. Tu tek kërkesat, domethënë tek kërkesa për arrestimin e Ballukut na rezulton që ka një farë mospërputhje, sepse ai ka kërkuar burg. Pra a kërkoi burg. Pse çdo zot parlament? Por ne me datën 16 nesër në gjykatë të lartë të shqyrtohet rasti i Ballukut për pezullimin. Po të doli ty ai vendimi ty nesër që del për Ballukut edhe për Edi Ramën, çfarë do bësh ti? Atëherë por do presim gjykatën, dhe gjykata. Kush është gjyqtari që do ta gjykojë? Mos u merr mendimi im. Me emra tash se mendimi im është skandalun pa thënë emra. Ilir Panda, ish ministër i socialistëve. Tani më thuaj tani. Më thuaj. Tani, unë po them, kjo ishte reforma të nderuar qytetar. Kjo ishte reforma e mashtrimit tuaj. Ta shikoni se si politika ka fut këmbët në këtë reformë mashtrimi që ju dilte një mashtruese ordinere, Juri Kim duke ju thënë mashtrime nga mjes deri në darkë. Politika s'ka fut këmbët, por ka fut në një gjë tjetër ndoshta. E di.